Përshëndetje miq. Unë jam te kisha e Nolit, katedralja shqiptare ortodokse këtu në South Boston. Sot ka hapur shqiptarin e festivalit filmit shqiptar, i cili do vazhdojë për 3 ditë. Dhe kam këtu përpara një mikun tim, Buja Limani, i cili njeriu që po merret me gjithë organizimin e filmave, dhe ka sjell 21 filma, 5 filma metrazh të gjatë, 5 metrazh të shkurtër, 5 dokumentar, 6 animuar. Kemi 50 vjetorin e animacionit shqiptar dhe falenderojmë dhe Arkivin Qendror Shtetëror të Filmit që na e bëri të mundur. Ftoj gjithë shqiptarët të vinë sepse hyrja është free në katedralën e Shëngjergjit, ose siç quhet ndryshe kisha e Panolit, këtu në Quincy në Boston. 3 ditë festival, 3 ditë filma shqiptare. Mos pungoni sepse do shihni filma që nuk i keni parë, nuk keni mundësi të shikoni në asnjë platformë tjetër. Përveç tjera të dielën, është mbrëmja gala e ndarjes së ceremonia e çmimeve, ku do jepen çmimet për fituesit dhe do ketë një organizim super. Është Ermira Baballiu e ftuar dhe do ketë edhe të ftuar të tjerë surprizë të tjera, por ka qef Flamuri të bëjnë shaka mirë, nuk është të dielën, por është të shtunën me datën 21 qershor në orën 6. Mos mungoni të vini. Mirë Arçi, mos mungoni. Kisha e Nolit është 3 ditë hapur për filmat. Pafshim. Nga Shqipëria, ai merr pjesë sa vitin e kaluar kemi nga 20 në salë të filmat. Much better. Yeah, but I said. Toast. Thank you all for coming here. And here's my favorite thing. So, Kur të gjithë thoni nga 3 prigjet, më i madhi dhe më i bukuri është Maqedonasi. Më shumë peshë ka pjesa greke, po atje policia është e keqe. Grazie.